Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al-ba'd. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë sot me komentimin e ajetit të radhës, që është ajeti 28, 29 dhe 30. Janë të surës An-Nisa në faqen 99 të Kur'anit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Pra këto janë, të nderuar vëllezër dhe motra, 3 vargjet e Kur'anit të surës An-Nisa që posa i lexova dhe do të mundona që në pikat e shkurtra të kuptojmë se cili është komentimi i këtyre ajeteve. Zoti Xhaleshanu këtu flet për një detaj shumë interesant në momentin kur ka keqësim të raporteve në mes burrit dhe gruas. Pra ka keqësim të raporteve në mes burrit edhe gruas. Zoti Xhaleshanu kështu të ka boleq vëllezër dhe motra. Jo gjithmonë raportet njerëzore janë në nivelin e duhur. Jo gjithmonë ka dashuri, jo gjithmonë ka mëshirë, jo gjithmonë ka respekt, jo gjithmonë ka tolerancë. Për këtë arsye kanjëherë raportet tona ndër njerëzore, qofshin ato në mes nesh, qofshin ato në mes familjes, qofshin ato mes burrit dhe gruas, apo mes fëmijëve, e kështu me radhë, mes kolegëve, kanjëherë raportet acarohen. Dhe Zoti Xhaleshanu me këtë ajet na tregon se si duhet vepruar në rast se gruaja vren që bashkëshorti i saj, domethënë është duke e përbuzur apo nuk është duke e përfillur ashtu siç duhet. Në parim të ndrullazën, kur bëhet akti i martesës, pra kur bëhet nënshkrimi i kunores, janë disa rregulla të cilat duhet i kemi parasysh sipas asaj që e parasheh Shariati Islam, pra legjislacioni Islam. Në radhë të parë, duhet me qenë pëlqimi i 2 djalit dhe i vajzës. Duhet me pas pëlqim të anasjellët, që njihet në gjuhën e fesë si el-ijab wal qabul. Pra, njëri ofron ndërsa tjetri pranon apo refuzon. Kjo është e para. E dyta, duhet me qenë pëlqimi i kujdestarit të vajzës. Pra, nuk lejohet vajza re mu martu me një djalë pa pëlqimin e prindit apo të kujdestarit të saj. Ndërsa nëse është e vej, pra nëse ka qenë e martuar, është nda prej burrit apo i ka vdek bashkëshorti, andaj ka të drejtë të martohet vetë pa pëlqimin e prindit, nëse është e vej. Kjo është kushti i dytë. Kushti i parë ke pëlqimi i prindit. Kushti i dytë është duhet mu caktu shuma e mehrit. Mehri është ajo dhurata apo është ajo obligimi i martesës që burri detyrohet m'ia pagu, domethënë ose m'ia jap vajzës, që njihet mehri. Kur jemi tek mehri, është drejt ekskluzive e vajzës apo nusës në këtë rast që të kërkon nga burri i saj çka të don ajo. Kushti tjetër i martesës duhet me qenë në prezencën e dëshmitarëve. Pastaj i kemi obligimet të ndërsjellta që janë mes burrit dhe gruas. Burri detyrohet që të kujdeset krejt jetën për bashkëshortën e saj edhe nëse ka shumë pasuni. Pra kjo është obligimi i burrit. Burri e ka për detyrë mi ofru bashkëshortes vendbanim, ushqim
edhe ka detyrë me pas kontaktin seksual me ta. Këto janë 3 obligime të cilat burrit detyrohet me pas ndaj bashkëshortes. Ndërsa bashkëshortja e ka për detyrë dhe e ka obligim që ta respektoj në të mirë bashkëshortin e saj këtë jetën apo këtë kohën sa ata janë bashkë. Pra këto janë pavarësisht obligimet e ndërsjellta të cilat janë mes burrit dhe mes gruas. Nëse gruaja vren që bashkëshorti i saj është duke përbuzur ose nuk është duke respektuar sa duhet ose është duke ja cunguar disa të drejtat e saj, atëherë ky ajet që e lexuam dhe ajete të tjera na e trajtojnë domethënë këtë çështje. Në radhë të parë, nëse është gruaja që burri nuk u ka kryer detyrat e saj. Për shembull, u ka lënë mangu në vendbanim, u ka lënë mangu në nefaka, pra në shpenzim, nuk shpenzon mjaftueshëm sa ka nevojë gruaja. Nuk flan mjaftueshëm sa ka gruaja. Dhe në të njëjtën kohë nuk i ofron ushqim mjaftueshëm sa ka gruaja, atëherë gruaja është para një situatës e cila duhet me bëj zgjidhje. Ose duhet me pranu, me jetu nën kunor me të, ose duhet më nda. A kemi qartë, ose duhet me pranu me jetu nën kunor me të, ose duhet më nda. E këtu Zoti Xhaleshanu e përmend një detaj. Dhe kjo temë po ashtu lidhet me temën e poliganisë. Për shkak se Shariati Islam e lejon dhe është prej vlerave të cilat Shariati Islam domethënë e sheh poligamin. Për shkak se poligamia në shumicën e rasteve është edhe zgjidhje për shumë probleme shoqërore. Poligamia domethënë një burr me pas më shumë se sa 2 gra. Një burr me pas më shumë se sa 2 gra. Andaj, nëse eventualisht një burr i ka 2 gra dhe njëna grua shet që diçysh u ka hyrë në hak, atëherë është para kësaj zgjidhje. Ose duhet mu divorcu, pra ose ajo kërkon divorc, ose gjykatësi divorcon, ose burri e divorcon. Këto janë 3 raste, domethënë. Ose ajo kërkon divorc, nëse kjo kërkon divorc, atëherë domethënë heq dorë prej mehrit të saj. Nëse gjykata e divorcon, atëherë gjykata merr përsipër, domethënë se si ndahen. Dhe e treta, nëse burri e divorcon. Në këtë rast, burri nuk ka interes me divorcu këtë gruë, mirë po dërmi majt ashtot. Atëherë gruaja çfarë duhet me vepru në këtë rast? Atëherë Zoti Xhaleshanu thët: "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhim an yusliha." Thët nuk është mëkat për gruan që ta gjejë në këtë situatë një kompromis me burrin nëse don me ndajt në kunor me të. Nuk është mëkat nëse e gjen një kompromis. Nëse vjen deri tek pajtimi, pra nëse vjen deri tek pajtimi, ç'është konsiderohet pajtim? Me hek dorë nga njëra prej obligimeve të burrit që i ka ndaj saj, apo me hek dorë nga njëra prej të drejtave të saj. Domethënë e bën me qëllim mu pajtu edhe me vazhdu domethënë nën kunor. Për shembull, thotë unë pranoj me qenë gruaja jote, mirë po, domethënë nuk ki nevojë me qenë i drejtë sikurse në raport me gruan tjetër në aspektin e ushqimit, në aspektin e shtratit dhe në aspektin e rrobave, për shembull. Për shembull, ka mundësi një gru, e cila është gruaja dytë për shembull, i ka kushtet e mira dhe vetë u thotë unë nuk kërkoj prej teje ti më kujdes për mua për shembull. S'kërkoj prej teje më pagu qeran për shembull. S'kërkoj prej teje më pagu ushqim, më mbledh tesha kështu të radh, ose vetë unë për shembull është të shtynë në mosh, unë pajtoj për shembull për shkak se edhe në shtrat duhet me pas barazi, atëherë unë pajtoj për shembull që ti në shtrat, domethënë me pas kontakt me mua më rrallë se sa për shembull me gruan tjetër që e ke. Domethënë kjo është pravarësisht ai kompromisi që e përmend Zoti Xhaleshanu. Dhe thot wasulhu khair. Pajtimi është më mirë se sa ndamja. Pastaj ajeti tjetër thot, është ajet shumë interesant. Allahu thot walan tastathi'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau kharastum. Nuk keni mundësi me qenë të barabartë në raport me të gjitha gratë, me 2 ose 3 ose 4 gratë që keni. Është e pamundshme me qenë të barabartë të gjitha me to. Walan tastathi'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau kharastum. Edhe pse ju përpiqeni vazhdimisht, po është e pamundur. Andaj cila është zgjidhja islame? Burri duhet me qenë i barabartë në këto 3 aspekte që i ceka më herë. Duhet me qenë i barabartë në vendbanim, në ushqim dhe në rroba, dhe duhet me qenë i barabartë në shtrat. Këto 3 janë shtyllat e cilat duhet me pas barazi. Ndërsa aspekti i dashurisë shpirtërore, aspekti shpirtëror i animit nga njëra gra më shumë se sa tjetra, domethënë kjo është jashta kompetencave tuaja si njeri. Andaj është e pamundur. Në këtë aspekt domethënë ky ajet e trajton këtë çështje. Andaj burri duhet me qenë i drejtë në raport me gratë, nëse ka nën kunorin e tij më shumë se sa 2 gra, në raport me vendbanim, pra njëtën banesë për shembull që ja pagun asaj, duhet m'ja pagu edhe tjetrës,
Në njëjtin ushqim që ajo pasaj duhet edhe tjetrës, edhe të njëjtën duhet me pas drejtësi në shtrat. Ndërsa aspekti i dashurisë, aspekti i animit nga njëra prej tjetrës, domethënë është i pamundshëm. Për këtë arsye flitet është një hadith i Muhamedit alayhi salatu wasallam, edhe pse dietarët e hadithit kanë thonë se nuk është hadith i saktë, për shkak se botërisht dihet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka anu më shumë ka Aisha se sa nga bashkëshortet e tjera. Për shkak specifikave të cilat i ka pas Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Andaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "O Zot, mos më dëno mua për atë që unë nuk e kam në kompetencë." Pra është çështje shpirtërore, është çështje ndjenje, është çështje emocion. Nuk më qenë i drejtë me të gjitha, mirë po do të përpiqem që të jam i drejtë në raport me këto tri shtylla. Ndërsa ajeti i tretë është vllazën, "O yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'ati." Nëse është në pyetje që patjetër mund do, domethënë nuk ka zgjidhje tjetër me jetuar me këtë burr, atëherë Zoti xhaleshanu e lejon divorcin. Pra atëherë Zoti xhaleshanu e lejon divorcin. Si e trajton Zoti xhaleshanu divorcin? Është një hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Abghadul halali ila Allah at-talaq." Gjëja më e urrëtur për Zotin, e cila në parim është e lejuar, është divorci. A kemi qartë? Në parim divorci është i urrëtur, mirë po, është i lejuar. Në rast se ka mundësi çifti bashkëshortor, burri dhe gruaja, mes marr detën një gjuhë përbashkët, dytë janë të mirë. Mirë po nuk bojnë një tjetër, atëherë edhe divorci në këto raste, domethënë është zgjidhje. Çu trajton Zoti xhaleshanu thotë: "Wa yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'ati." Nëse kanë vendosur që të divorcohen, të ndahen, atëherë le ta dinë se Zoti do t'i pasurojë që të dytë. Dhe Zoti do të bëjë zgjidhje për të dytë. Ndoshta është shumë burr i mirë, ndoshta është shumë grua mirë po nuk keni mundësi me jetu bashkë, atëherë ka mundësi edhe njëri dhe tjetri me gjetë një partner që përshtaten dhe vazhdojnë jetën e tyre të lumtur, të qetë dhe kanë harmoni bashkëshortore. E lut Zotin xhaleshanu që Zoti na jep mirëqenie shpirtërore, emocionale dhe psikike. E lut Zotin xhaleshanu që të jemi të barabartë gjithmonë në jetën tonë në raport me të gjithë, në veçanti me familjarët tonë. E lut Zotin xhaleshanu që kur ndodh ndonjë konflikt, kur ndodh ndonjë zënk, që t'i zgjidhim të gjitha ato në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të durë, ashtu siç na ka mësuar legjislacioni i Zotit. Walhamdulillahi rabbil alamin.